u miratua përgjatë mbrëmjes të sejntes një prej projekt ligjeve më të diskutuara, ai për barazin gjinore. Diskutime dhe debate, ky ligj nuk ka sjell vetëm në sallën e kuvendit, por edhe në të gjitha qytetet, ku një prej tyre sigurisht është edhe Vlora. Qytetarët vlonjat në intervistat e tyre për televizionin 6+1 Vlora, të pyetur se çfarë mendojnë rreth këtij projekt ligji, thonë se janë kundër. Ata e cilësojnë atë si një ligj i cili prish themelet e familjes vlonjate dhe çekulibron shoqërinë. Qytetarët tregojnë se njohin vetëm dy gjini, ato të cilat sipas tyre i ka krijuar më parë edhe Zoti. Kundër. Pse? Nuk më pëlqen. Mendon se shkatron familjen ose Po. Po. Po shoqërisë çfarë do? Për shoqërinë nuk mendoj, vetëm për familjen po. Si duhet të sipas? Burrë grua. A si thuhet? Jo, gjinja është i bërë, janë dy pole, plus edhe minus. Janë burrë dhe grua që krojnë familjen. Nuk mund të krojnë familjen dy fëmijë ose dy meshkuj. Mendoni se duhet i miratuar ky projekt ligji në frapë kundër? Jo, unë jam kundër. Pse? Dëmton familjen? Mendon se dëmton familjen? Patjetër. Patjetër e dëmton familjen. Po shoqërinë? Edhe shoqërinë. Nëse do të miratojnë komunizëm, çfarë do të ndodhte? Si? Nëse do të miratojë ky ligj për gjatë komunizmit. Komunisti nuk e kishin program gjë të tillë. Nuk e ka pas në program. Dërsa sot pse mendon se bëhet standard evropian, çfarë mendimi ke? Është shpërbërje e familjes, shpërbërje e shoqërisë. Ky projekt ligj, sipas qytetarëve, është miratuar si një standard evropian, kriter që duhej plotësuar nga Shqipëria për antarësimin në BE. Duke marrë shembull superfuqinë amerikane, qytetarët mendojnë se duhej vepruar ndryshe. Po pse ka gjë më të keqe se të martohet seksi me seks, gjë më e keqe. Si duhet jetë sipas mendimit tuaj? Siç e ka bërë natyra dhe Zoti. Femër me mashkull. Çfarë dëmton ky projekt ligj? A dëmton familjen, shoqërinë, si? Po patjetër familja, shoqëria je vështirë ajo. Drejt, jam me Trumpin, unë jam trampist. Republikan. Po, me Trumpin. Tifoz personal i Trumpit. Edhe hoqi ligji, gjersa hoqi është Jezus i gjithë botës. Gjersa hoqi ai çfarë do ne do japim sim mori. Pse gjë keqe. Jo, nga ne. E hoqi. Çfarë Evropa ka marrur, ka vajtur. Një Amerikë nëse do ta rregulloj botën. Mos ma mendje në Evropa dhe në. Vetëm një Amerikë. Shpreson nga republikanët, nga Trumpi të bëj diçka pa. Duke qenë të pa informuar, disa prej qytetarëve e ngatrojnë këtë ligj edhe me barazin mes meshkujve dhe femrave, por kur pyeten më me imtësi, thonë se nuk e pranojnë dot. Është shumë normale. Pse? Më argumento pse je prop ose pse është normale le të them. Nuk do të isha kundra sepse barazia gjinore është respekti ndërsjellë midis fëmrës e mashkullit. Jo, në ligj përcaktohet edhe fakti që krahas dy gjinive ka dhe një gjini të tretë. Gjinin e tretë, se as e njoh as duhet ta njoh dhe nuk jam për gjinin e tretë. Je pro kësaj gjë apo kundër? Jam kundra. Mendon se ndikon tek familja? Sigurisht që ndikon. Ndikon në aspektin psikologjik. Ndikon shumë bile. Prandaj unë jam kundra. Nuk duhet miratuar. Le ta miratuaj bota, ne nuk mendojmë kështu. Ka pasur kohën tuaj të tillë ligj ose të tilla mënyra veprimi? Jo, s'kemi pasur gjëra të tilla. Çfarë ndodhte atë? Tash sa të them në shkëta kohë tjetër, ne ishim mësuar me atë kohë, domethënë nuk kishim kundërshtime, nuk çdo ligj që vije, çdo gjë s'kishte, ti e ke parasysh ajo koha që kemi qenë ne. Se sigurisht ka pasur në atë kohë, se diskutohet në atë po. Ne si shoqërisë e kemi pranuar edhe sot, ne mosha jonë edhe sot nuk e pranojmë atë. Dikon kjo gjë në prishjen e ekuilibrave ndoshta? Po do dikoj. Janë brez. Natyra ka bërë edhe brezat, si jemi të një brez. Ne kemi të fëmijët tanë dhe jemi, domethënë, si jemi të barabartë në mendime. Jeni pro apo kundër këtij projekti? Për këtë kohë jemi kundër. Të shumt edhe qytetarët të cilët nuk pranojnë fare as të komentojnë për këtë temë sensitive dhe shumë të diskutuar. Nuk marr vesh fare në ato. Fare.
Ky projekt ligj u miratua me 77 vota pro dhe 36 kundër në Parlamentin e Shqipërisë në mbledhjen maraton e cila u zhvillua përgjatë ditës së njëjtë.